Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Eto vllai, çka kemi plan diskutojmë. Kemi komplet freestyle, a? Më pëlqeu pocaqi. Pocaqiko. Ko e shpifur. Çfarë di bësh? Ku jeton ti atë Explek? Ka emër qytet që Vaduz, po, kryeqyteti Liechtenstein. Liechtenstein është një vend me 37.000 banor. Është komplet principata, domethënë, është një mini shtet. Më pak se Berati. Ka më të vegjëlit në botë, po, më pak se Berati. Edhe pse Berati me shifra eksakte, me aq njerëz sa ikin, vinë, rinë, nuk merret vesh fiks sa ka, po kam përshtypjen se Berati mund t'i ketë banor në qytet rreth 50.000, ndoshta. Kur kemi qenë në fillore, flitej për 65.000 banor. Tani kur merret i gjithë si qark, këtë e di shumë sakt para 2 vitesh, kur ka ndodh, apo duket ka qenë diçka më para zgjedhjeve të fundit, domethënë është bërë ndarja e re territoriale dhe duhet të kishte qarku 100.000 banor, të paktën të kalonte një threshold që kishin për përfaqësi në parlament, edhe Berati si qark kishte diku te 101.000, 102.000 banor. Po si qark merret Kuçova, Skrapari, merr ura sa pak, çan gjithë ato fshatra, pas Berati ka shumë fshatra. Fiks ka shumë ato fshatra. qytetet e tjera, më kanë vënë rekord të fundit. Ka Ka shumë zonja dhe fshatra. zotrinj, semizot ka se hiç mendje. Fillon me Beratin, me Vaduzin, po. S'ka gjë. Përshëndetje, kënaqësi Buçi që jemi këtu. Buçi apo Bleon, si të rasin ti, Buçi apo Bleon. Si të doj shefi ty, si Buçi, si Bleon, vetëm pa emër mos pëlqen. Do t'i përzjej. Po Buçi mirë Bleoni mund të themi për shumë të dyja. Është mirë se e ndryshon atë. Liechtensteini është vend shumë i vogël. Dhe Liechtensteini mund të quhet si një tip kantoni i veçantë i Zvicrës, edhe pse ka legjislacionin e vet dhe këtë e ka pas gjithmonë përparësi se është pjesë e European Economic Area, EEA. Kurse Zvicra nuk është, Zvicra është pjesë e EFTA-s, po nuk ka asnjë lidhje apo asnjë detyrim ligjor kundrejt BE-s që të aplikojë direktivat e tyre, rregullat e BE-s e kështu me radhë. Kurse Liechtensteini e ka, se është pjesë e zonës europiane ekonomike. Dhe duke qenë se Liechtensteini s'ka dogan me Zvicrën, dhe ka edhe monedën frank të Zvicrës, përdoret pak nga Zvicra për të patur akses në tregun evropian. Ky është i gjithë sekreti i Liechtensteinit. Ka ligjet e veta. Po shumë kompani të forta kanë pasur, para pak kohësh. Ta ideali relative është para ca muajsh, domethënë do kam gjuar një si tip dokumentari të vogël, domethënë që shumë farmaci, shumë kompani farmaceutike, kështu këto researching etj, domethënë në Zvicër, po. Jo, edhe në Liechtenstein, thosh ato që ka Liechtensteini ka vetëm një kompani shumë specifike në atë fushë, që po përmend ti, është një kompani që quhet Ivoclar, këto që bëjnë protezat e dhëmbëve fake, dhëmbëve falso, janë shumë të fuqishëm. Domethënë, nuk e di fiks sot si është situata, po kam pas para ca vitesh që kemi diskutuar, kemi prezantuar me kompaninë, kanë diku te 40-50% tregut botror të dhëmbëve apo protezave falso që bëjnë. Edhe kur shkoj te një dentist në Shqipëri para 2 vitesh ndoshta, ishte ere parë që shkoj te një dentist i ri. Edhe po bëjmë muhabet kur i ku sri dhe i them Liechtenstein, tha Ivoclar është në Liechtenstein, bëri përshtypje një dentist në Tiranë, domethënë e dinte këtë kompani. Kështu që kjo është një kompani që e njohim. Pastaj farmaceutika është gjigante në Zvicër. po Aty chemistry, biology, kimi, biologji, domethënë dhe punë kërkimore bën shumë në Zvicër. Zvicra ka kompani shumë të mëdha. Themi njërë të themi. Po. Kush je tjela? Cili je? Unë emrin e plot e kam Kasem Zotkaj.
Ne më duket jemi një ditëlindje bashkë, mund të jemi një vit më i madh, më duket. Një vit më i madh. Po, unë jam 95-a. Unë kam lindur në Berat, kam jetuar aty 13-14 vite, pastaj kam bërë gjimnazin në Tiranë, kam bërë kolegjin turk 3 vite. Më pas kam studiuar ekonomi në Turqi 4 vite në Ankara. Pastaj kam studiuar 2 vite master në financë këtu në Liechtenstein. Edhe më vonë po mendoja ç'të bëj, nuk isha fort i bindur, po fushën e farmacisë, fushën e financës e kam pëlqyer shumë, domethënë me të vërtetë më ka tërhequr, jo se bëra shkollën se se edhe kur je 18 vjeç nuk është se di shumë, të duhet ndonjë iniciativë tjetër apo të dëgjosh ide të ndryshme. Edhe bëra edhe financën, pastaj se kam dash të isha më i fokusuar në një fushë të caktuar, se ekonomiksi është shumë i gjerë. Bëra financën këtu dhe pastaj duke qenë se edhe punoja për një profesor këtu në punë kërkimore kur isha në master, kishim një temë shumë të lezetshme në punë kërkimore për parajsat fiskale. Se Liechtensteini historikisht është njohur si parajsë fiskale nga shumë vende ndryshme, dhe ne kishim një projekt që ka zgjatur thuajse 3 vite, punë kërkimore dhe publikime në fund, për të studiuar komplet termin parajsë fiskale, çfarë bën një vend parajsë fiskale, studimet që janë bërë në këtë fushë, sa relative janë sot, sepse në fushën akademike ke shumë studime me peshë të viteve 80, 90, ku e diun që kanë shumë citime dhe vazhdojnë kanë peshë shumë të madhe. Mirë po, situata e parajsave fiskale ka ndryshuar dramatikisht shumë nga ajo periudhë. Dhe ne kishim këtë punë që të replikonin disa punime, libra, pastaj ke institucionet politike si BE, OECD, Kombet e Bashkuara që janë shumë të investuara në këtë fushë. Edhe kemi pas një projekt shumë të gjerë. Bëra edhe tezën e masterit në atë drejtim, edhe më pas isha diskutuar me profesorin tim të bëjmë doktoratur apo jo, edhe nuk doja të bëja diçka thjesht për ta bërë fillimisht, dhe më tha edhe ai, mos ju fut nëse thjesht s'ke ndonjë plan tjetër edhe pa fuskot nuk do të ikësh në Shqipëri. Mendoja një herë se jeta e tillë është, shanset që të vijmë duhet i studiosh, duhet i analizosh në kohë. Dhe mendoj nëse ja vlen me vërtet të bësh doktoratur se të merr kohë, mua do marrë gati 4 vite. Unë jam vitin e 3 tani. Dhe që atëherë në fillim të 2020, sa filloi pandemia fiks, në fund të shkurtit, në fillim të marsit kam ardhur këtu unë, për herë të dytë, domethënë se ika 6 muaj në Shqipëri, 5 muaj. Edhe fillova doktoraturën, merrem me taksa tani, me taksa ndërkombëtare, si mundet që sustainability apo qëndrueshmëria mund të futet në politika taksative, merremi me parajsat fiskale, merremi me raportimet vullnetare apo tax transparency që quhet, transparenca taksative e kompanive ndërkombëtare. Kështu që unë jam më tepër në taksimin e kompanive se sa të individëve, po jap edhe leksione këtu edhe për tatimin e individëve, duke qenë se Liechtensteini është shumë i vogël, ne e ndjekim shumë aktualitetin në Gjermani, në Austri dhe në Zvicër. Domethënë është ky rajon i gjerman folës, DACH-FL që quajmë, dhe ne jemi të investuar shumë në këtë rajon. Kështu që unë me këto merrem në përditshmërinë time. Shpresoj që edhe për një vit që ameti ta mbyll doktoraturën, edhe të jemi doktor pastaj në fund, edhe eci. Tani, disa gjëra kisha unë të kjo. E para, me që jemi në temën e taksimit, të më thënë dhe interesit që keni ju aty për këtë pjesës gjermane, të më thënë dhe duke nisur nga fakti që kemi një ardhje kolosale ciptarëve në Gjermani, sidomos ata që janë të shkolluar, ka ndonjë tipi ndonjë këshillë të vogël që mund t'i japësh njerëzve për sa i përket taksimit? Këshill, do me thënë... Jo gjëra që vetëm ato këshilla pa lek, jo këshilla me lek, se pastaj do numrin e kontaktit. Po, nuk do... I will not shoot all the bullets. Po. Ideja është që ne në Shqipëri, se duhet ta lidhim patjetër me bashkëkombëtasit tanë, ne nuk është se kemi një njohje shumë të qartë të sistemit taksativ. Edhe kur flet sot me njerëz në Shqipëri që kanë 30 vite punë, prindrit tanë apo ai brez që paguajnë taksa
të paktën 30 vite, i pyet ore çfarë taksash pagon ti në Shqipëri? Po i ke çam lodh kokën, ja vjen ata të bashkia duan këtë shok, po të pyes domethënë, a paguan taksa e një dhe sa paguan? Domethënë e diti çfarë kontributi jep ti në shoqëri apo në shtet? E të listojnë sa kështu, po jo paguaj taks gjelbërimi, paguaj taks mbi të ardhurat, paguaj tot makinës, to. Okej, dakor, i thash, i di paka shumë çfarë paguan. Po sa paguan si përqindje mbi të ardhurat e tuaj? Disa janë. Po jam ca lektu, ca aty ore, sa përqind domethënë, ma shpjegon do sa përqind paguan një individ në Shqipëri që ka X të ardhura. Dhe kjo është e vështirë, edhe ne brezi jon, kam përshtypjen se nuk është se jemi shumë të informuar në fushën e taksave. Domethënë marrim si të mirëqenë që ka qenë taksat për të ardhurat e mia, në Shqipëri s'bëhet fare deklarim se kryesisht njerëzit kanë vetëm të ardhura nga puna, ato të punës të mbahen direkt, ca janë për kontribute shoqërore, ca janë taksa mbi të ardhura, dhe ato kalkulohen në mënyrë automatike paka shumë nga punëdhënësi. Kështu që ne në Shqipëri nuk kaq njohim se kryesisht nuk e di sa e përgjithshme është, po jam shumë i bindur që është e përgjithshme, njerëzit me një rrogë jetojnë. Edhe din vetëm të ardhurat. Jo, është vërtet shumë e përgjithshme, është 99% që jetojnë vetëm me një rrogë dhe mandi mund të ketë një 10% që jetojnë pas një rrogë. Dhe din vetëm si të paguajnë taksa mbi të ardhurat që bëhet automatikisht, edhe ato që kanë biznese pastaj janë pak më koshient, sepse për biznesin ke edhe shumë mundësi të tjera që këtu mund t'jap disa këshilla unë më vonë. Si biznes, të paktën edhe në zonat gjermanisht folse, ti ke shumë mënyra për të evituar apo për të ulur taksën atë bazën taksative. Çfarë do të thotë kjo? Ke shumë mënyra për të bërë tax deductible. Ke kostot ndryshme që ti mund t'i fusësh si biznes dhe ul bazën taksative, kalon një fash më të ulët, ndoshta varet se kryesisht janë sisteme taksatimi progresiv, sa më tepër të fitosh më shumë do paguash. Po komunistët. Jo, komunistët e kanë flat rate, gjithë paguajnë njësoj, se paka shumë njësoj paguajnë. Kurse kur ti merr miliona euro dhe dikush merr 50.000 euro në vit, patjetër që kontributi në shtet është i ndryshëm. Kjo është ajo pjesa e inequality, që hajde ta luftojmë inequality duke taksuar ata që paguajnë më shumë, edhe ata që paguajnë më pak, koncepti Robin Hood. Cili është mendimi jot personal te kjo pjesa? Unë jam shumë dakord me taksimin progresiv, sepse të flasim për individet në radhë parë, sepse për bizneset kam opinion ndryshe, se bizneset me të vërtet japin shumë tepër se sa thjesht taksa. Bizneset punësojnë njerëz. Për individet, nëse ti paguan më shumë taksa se unë, do të thotë që ke pas fitim më tepër se unë. Parimisht, kjo të shtyn ty, ndoshta mund ta mendosh që pse do të punoj aq fort unë, kur mua shteti do më mbledhë më shumë taksa. Nuk dua të bëj aq shumë para, se shteti do më jaj më shumë, kështu që dua të trajtojmë ndryshe. Nuk dua të jem qytetari i Francës, Austrisë, Gjermanisë, ku e diun, Danimarkës, vendeve nordike që të këpusin taksa për individët. Ato i kalojnë 40% për këto individ që janë në top 10% e popullsisë për taksat për të ardhurat, domethënë. Çfarë do të thotë paguash më shumë taksa se një individ tjetër? Zëri yt është edhe më i fuqishëm në vendimarrje në shoqëri, sepse kur ti paguan më shumë, ke të drejtë t'ia ngresh zërin shtetit, or çfarë po bën me ato para që po t'jap? Unë po kontribuoj kaq shumë, dhe kjo është ajo pjesa e vetdijes që ne nuk e kemi në Shqipëri. Po si, ose më fal që të ndërpres këtë pjesë, sepse si me taksën e shtetit, si me taksën progresive, ai që fiton më shumë paguan. Po. Në njëjtin rast paguan më shumë sepse 10% normalisht 10% që 1 milion që është më e madhe, që është bazika, por te kjo paguan shumë herë më shumë, edhe unë nuk kuptoj shumë të pjesën, domethënë që si ngrihet zëri më shumë ti individi, se po marrim një CEO, një CTO ose një lloj drejtori, një lloj entreprenori, domethënë që nuk është as biznes i vogël as asnjë, thjesht një individ. I punësuar. Dolëm te biznesi aty, sepse një CEO apo një CFO
janë kryesisht aksionerë të kompanive ku këta janë, dhe kjo është pjesë e taksimit të biznesit dhe jo të individit. Një avokat ose inxhinier, arkitekt shumë i suksesshëm. Prap, këto janë biznese kryesisht. Nuk ka individ në një shoqëri, le të flasim në Gjermani apo në Liechtenstein apo në Shqipëri, që me rrok një punësim, le të themi, nuk do kalojnë ato fasha ekstreme. Janë të përllogaritura, për shembull, t'jap një rast të Liechtensteinit fix, është shumë i ngjashëm me Gjermaninë. Në Liechtenstein deri 20.000 euro, po e konvertojnë në euro, se këtu kemi franga, po është pak a shumë 1 me 1. Deri në 20.000 euro të para janë tax free, nuk paguhen, ke 0% taksimin mbi të ardhurat. Pse është 20.000 euro? Sepse kështu përllogaritet nga shteti minimumi jetik që ti t'jetosh në këtë vend. Që ti t'jetosh për një vit, ty të duhen këtu të paktën 20.000 euro. Këto janë pa takse. Kalon fashë e dytë, nga 20 deri në diku 50 e ca mijë, ti këtu paguan 8%. Ke fashën tjetër, 50 e ca mijë deri në 100 e ca mijë kalon të 12-14, dhe maksimumi këtu shkon 24%, e 24% që është maksimumi këtu, dhe është një vend që ka taksa të ulta, shkon për ata që fitojnë minimalisht 450.000 në vit. Që 450.000 në vit nuk i fiton askush duke qenë thjesht i punësuar diku, por është detyrimisht aksioneri një kompanie, është partner diku, dhe kjo është e lidhur ngushtë me biznesin pastaj. Ka një pyetje të vogël për sa i përket të ndarjes, sidomos te klasa e parë dhe e dytë, domethënë, dhe që deri në 20k hamendësisht domethënë nuk taksohet. Pastaj deri në 50 prap hamendësisht domethënë pimalom taksohet. Këti që fiton deri në 50 domethënë i taksohet vetëm diferenca 30 apo e gjithë shuma? Po, kështu bëhet ndarja. 0 deri 20 0 taks, 20 deri në pjesën e fundit 50 që i bie 30.000, kjo do taksohet me atë përqindje që është caktuar për këtë grup. Edhe për atë milionerin me moll është nëse unë marr 50.000 euro, më taksohen vetëm 30.000 euro. Po. Prandaj kjo është ajo pjesa që është fair dhe e drejtë. Domethënë ti prapë merr avantazhin edhe sikur mos punosh, dhe të flesh gjumë, sepse atë 20.000 e parë ke prap tax free. Dhe avantazhi që doja të dilja te taksimi progresiv ky është, që nuk është se ti nëse merr 450.000 në Liechtenstein do taksohen të gjitha këto me 24%. Të ndahen në bazë të fashave ku je dhe taksimi efektiv është më i ulët se ajo. Po ti thua që kjo është e njëjta gjë se si funksionon në Gjermani për momentin? Po garant. Po përqindja ndryshojnë apo? Ndryshojnë. Në Gjermani më duket ke 11.000 euro që është tax free. 10.900 diçka e tillë është, se po jepja lekson këtë para një muaj. Dhe pastaj kalojnë ato fashat e tjera. Po në Gjermani ty të shkon deri në 45% taksimi maksimal. Okay. Gjermania për individ ka taksa relativisht larta, siç është komplet Europa qendrore dhe veriore, edhe perëndimore, taksat janë të larta. Zvicra ka taksat e ulta, Liechtenstein ka taksat e ulta, edhe pastaj komplet lindja që nga Hungaria edhe në jug, në Shqipëri, Bosnjë, Kosovë, Serbi, ku e di. Një gjë që më çmend mua këtu fare për shembull është demonizimi i punës së dytë, nëse ke një punë të dytë, nëse të part-time, klasë ato shtor klasë si është gjashta është 60% po thotë. Edhe në Shqipëri është e ngjashme. Puna e dytë. Po pse është kjo? E kuptoj këtë shqetësimin tënd. Kryesisht puna e dytë varet nga lloji punës dytë, po unë do thosha që është një klasë shumë e veçantë sepse janë relativisht një grup i madh njerëzit që futen si të vetë punësuar. Domethënë ti mund të kesh një iden tënde që ke krijuar një kompani të vogël dhe jep një shërbim konsulent apo ku e di unë, jep një shërbim që ti e ke pasion, edhe ke atë punën që e ke si garanci rrogën fikse. Ti je inxhinier ndërtimi dhe ke atë fiks, por arti është diçka shumë e rëndësishme për ty dhe ti je freelancer, ku e di unë, dhe do regjistrohesh si i vetë punësuar. Dhe për vetë punësuarit, taksat janë pak më të ulta se kur je i punësuar. Domethënë varet se këtu hyn diçka tjetër në lidhje me koston që ti ke si i vetë punësuar apo me fitimin që ti bën. Ke dy diferenca të ndryshme. Po jap një rast kot. Në Shqipëri ti mund të jesh i punësuar në shtet
po themi jeton në Berat edhe mundësit janë shumë të limituara, po themi se ke një rrogë në shtet se ke 20 vite punë aty, je zjarr fiks. Mirë, po në të njëjtën kohë ke pas edhe një bar, një kafe, ku e di unë, që do ta mbash aty. Dhe këtë mund ta regjistrosh si person juridik ose si person fizik, që je ti aksioneri komplet, nëse mund ta quajmë aksion atë. Domethënë je komplet ti pronari i këtij bar, kafe, dhe kjo quhet si vetë punësim për ty, sepse ti do t'i marrësh të gjitha këto fitimet që bën bari në emrin tënd, dhe je i vetë punësuar. Kryesisht të ardhurat e barit në Shqipëri, se kam parë edhe draftin që ka propozuar qeveria tani që do hidhet për votim korik, duan ta taksojnë me diku 3.5 ose 4.5% të ardhurave. Domethënë ky është taksimi i të vetë punësuarit. Rrogën si zjarr fiks ti hyn ajo punësimin që ti ke full time e të gjitha me radhë. Kështu që puna e dytë në varësi të biznesit apo në varësi të punës ku futet e tjera, se ka shumë specifika ndryshme, por nëse qëndrojmë te vetë punësuar, këta paguajnë më pak. Në Shqipëri konsulentët paguajnë më shumë taksa si të vetë punësuar, paguajnë diku te 9% apo 11% mbi të ardhurat. Dhe çdo gjë tjetër, pastiçerit, ku e diun janë kryesisht të vetë punësuar e kanë pak. Baret të vetë punësuar janë pak. Domethënë, ke disa specifika për llojin e biznesit ku ti je i vetë punësuar dhe ndryshon edhe tatimi. Më shumë doja të fokusohesh te pjesa që këtu në Gjermani, domethënë, se normalisht edhe këto audienca ose njerëzit që na dëgjojnë ose na shohin, domethënë normalisht shumica, unë të paktën kam diku te 8% jashtë Shqipërisë. Domethënë all in all nga që thana. Po. Ideja është e lëm domethënë atë shkencën ose politikën me njanë, duke një çiksi e pa drejtë që një person që është i aftë ose që do të jetë më shumë produktiv, do thjesht jesh më produktiv dhe të tjera, që duket si penalizim i robit. Domethënë nëse taksa për punën e dytë është më e madhe se sa taksa për punën e parë. Për mendimin tim, domethënë nga ana, ta themi kështu pseudo-filozofike, do ishte ose tax free puna e dytë ose tax sa për të thënë, domethënë. Që ti thoshe bravo që je produktiv, apo jo? Nuk i di këto raste, mos të bëj si shkencëtar kod për këtë pjesë, nuk jam fort i bindur për këtë punësimin e dytë nëse është kështu. Mund edhe ta kontrollojmë tani shpejt e shpejt. Po, e bëjmë mirë, se. Mund ta bëjmë këtë ne. Ja po e shoh në Zvicër. Po, në këto vende ku unë do të them logjikën se nuk dua, mund të ngecim kohët në ca burime jo të sigurta. Në vendet ku ne jetojmë, në Liechtenstein, Zvicër, në Gjermani, ti bën deklarim në fund të çdo viti fiskal për të ardhurat e tua. Domethënë, ne këtu i kemi në prill, duhet i mbyllim këto. Ne sot jemi në prill të 2023 dhe ky është muaji i fundit ku ne bëjmë deklarimin. Këtu ke taksim mbi fitim apo taksim mbi të ardhura që ne quajmë, ose taksim mbi pasurinë, që pasuria mund të jetë tokë apo ku di unë diçka e paluajtshme, shtëpi e kështu me radhë, apartamente. Taksimi mbi fitimin ti fut të gjitha bashkë. Domethënë në princip, unë nuk e di këtë pjesën që taksohesh më shumë për diçka tjetër, por detyrimisht kur ty të shtohen të ardhurat sepse bën një punë tjetër, kalon te fasha tjetër, po themi, e kupton? Nëse do paguaje 30% me një punë, tani do paguash 35%, po të dyja i ke të shtuara bashkë, e kupton? Domethënë është shuma e të dyjave që taksohet. Se ti nuk e di, i ke bërë vetë to taksat për shumë? Po, e kam bërë, e di pse pyesëm për këtë, sepse për shembull në Gjermani puna e dytë që kalon shtoja klasës e zeks, klasën e 6 të taksave, domethënë për ata që nuk dinë gjermanisht, është puna që ka shqiptar që s'di zeks. Është puna e dytë, domethënë edhe që e kalon normalisht atë thresholdin e mi jobit që ka qenë 450 në muaj, tani do të jetë diku tek 510 apo diçka e tillë. Që do të thotë, nëse unë jam inxhinier ndërtimi dhe unë dua të punoj në një bar, të bëj barista, të bëj kafe të shtunave, domethënë, unë mund të punoj vetë tax free deri në 510.
Në momentin që mua do më marrin si këshilltar baresh ata që ti këshillojnë si ti bëj kafen, domethënë atyre dhe të më paguajnë 2000 euro, unë as 1000 euro nuk i marr neton më. E kupton? Po sepse nëse ti merr çdo muaj 2000 euro, ti merr në fund vitit 24, ja po themi ke rrok 13-26000 euro. Dhe detyrimisht i kalon, siç thash, në Gjermani 11000 euro i ke tax free. Nëse të shtohet e punësimi i parë, dhe për këtë jam shumë i bindur, ti do t'i mbledhësh të gjitha bashkë këto si të ardhurat e tua gjatë vitit fiskal 2022, po themi. Kështu që punësimi i dytë normalisht të jep të ardhura më shumë dhe ti kalon në një fash tjetër taksimi, e kupton? Ky është risku që ti ke, që mund taksohesh pak më tepër për një pjesë të ardhurave. Po nuk është se taksohen individualisht kjo. Punë e parë ka kaq përqindje, punë e dytë ka kaq përqindje. Këto thjesht bëjnë të ardhurat e tua për vitin fiskal dhe taksohen bashkë në fund. E kuptoj. Vetë punësimi është tjetër pastaj, siç e thash. Parajsa fiskale e përmendën në çik parë plehë. Bëhet Shqipëria parajsë fiskale? Se ka shumë njerëz për shembull që diskutojnë në debate për televizione, muhabet avoline, kupim bira, kupim kafe. E kupton. Shikojmë nga bota, shikojmë nga vendet latine, shikojmë këtej nga Arabia, domethënë që i bëjnë këto gjëra. Sa reale është kjo vërtet? Sipas mendimit të gjithmonë, domethënë. Shiko. Parajsa fiskale si koncept ka ndryshuar nga një vend që kishte banking secrecy, siç ka qenë Zvicra, për shembull, një ekonomi e fuqishme, stabil, dhe ti mund të vije me një valixhe cash para 15 vitesh, dhe të shkojë në një bankë dhe hapi llogari. Ky ishte evazion i pastër fiskal, se ti fsheje këto para, askush nuk e dinte ku i çove lekët, nga erdhe, çfarë bëre, hapi një llogari aty dhe ishte në rregull. Ky ka qenë koncepti i vjetër i parajsës fiskale, ose taksimi zero. Do me thënë, nëse ti e takson zero një kompani në Cayman Islands apo në British Virgin Island, kjo të bën parajsë fiskale. Që prej 2009-ës, që ndodhi në 2008 kur ishte kriza e madhe financiare, u rit ndjeshëm kërkesa për transparencë. Do me thënë, të gjithë liderat e G20-s u mblodhën e thanë, that's it, mbaroi periudha kur ne flasim për fshehje parash, e kështu me radhë, duhet që të rritet transparenca, duhet të rritet bashkëpunimi midis të gjitha shteteve që të shkëmbejnë informacion upon request apo automatic, është teknikalitet, po duhet që për shembull Shqipëria të shkëmbejë informacion mbi Bleonin që është në Berlin. Domethënë Shqipëria duhet ta di që Bleoni është shtetas shqiptar, nuk ka asnjë detyrim taksativ në Shqipëri, se sfiton asnjë të ardhur në Shqipëri, dhe Shqipëria nuk e ka worldwide tax siç e ka Amerika, por ti taksohesh në Gjermani për gjitha fitimet e tua dhe shteti shqiptar thjesht duhet të di që shiko, Bleoni ka një llogari bankare në Gjermani, nuk i duhen atyre ti din fare sa të ardhura ke ti, se nuk i intereson shteti, por shteti duhet thjesht të di që ti je i regjistruar në Gjermani, ke këtë tax number dhe kaq është në rregull për shtetin. Kështu që koncepti i parajsave fiskale ka kaluar te jo transparenca ose transparenca, domethënë. Nëse ne rrisim bashkëpunimin multilateral apo edhe bilateral, përdorimi apo efikasiteti i një parajse fiskale bie ndjeshëm. Të kthehemi te pyetja jote, a mund të bëhet një vend, le të marrim rast specifik Shqipërinë parajsë fiskale? Parajsë fiskale bëhesh sepse ligji të bën parajsë fiskale. Dhe ti nëse ke mjaftueshëm vota në parlament, vendos një ligj çfarë duash, po themu një ligj që nuk do ti të shpërndash informacion me vendet e Europës, afuskoj. Ama cili është risku që ti merr kur do të bësh parajsë fiskale me vedi e flasë? Nuk do kesh më bashkëpunim me vendet e tjera, do të fusin në blacklist. BE-ja do të fusin listën e tyre të zezë, në listën e vendeve jo bashkëpunuese, merren ca defensive measures, ke 4-5 pikat ndryshme që ja bëjnë shumë të vështirë bizneseve të huaja të operojnë në Shqipëri. Kështu që të qenë parajsë fiskale sot do të thotë bizneset e huaja në atë vend do ta kenë shumë të vështirë të operojnë. Do t'jap një rast shumë të lezetshëm që nuk e di sa zyrtar është për momentin, po do ta lidh me parajsën fiskale. Dhe kush e dëgjon këtë më vonë mund të thellohet pak dhe ta mendojë dhe të bëjë një kërkim të vogël vetë.
Top Channel-i kanë dalë disa dokumenta që është shitur për 9 milion euro të gjitha aksionet të një kompani në St. Kitts and Nevis, Shën Kristof, si e ka edhe Nevis në Shqip. Është një ishull në Karaibe, që detyrimisht në atë rajon të botës ke pas shumë influencë britanike dhe amerikane, se ato gjitha vendet aty janë ose British Overseas Territories, ose kolonia apo territore dhe jurisdiksione në qeverisjen amerikane. Dhe detyrimisht shumë njerëz menduan, ore prit, me vërtet po shitet Top Channel-i të një kompani që operon në këtë ishull edhe u ngritën zërat, është parajsë fiskale, po përpiqen të bëjnë evazion fiskale, kështu me radhë. Dhe që të kuptojnë njerëzit çfarë do të thotë që ti të operosh apo të kontrollohesh nga një kompani, se quhet parent company tani ajo, që ka komplet aksionet e Top Channel. Top Channel në këtë rast nuk e di nëse është e vërtet, nuk është listuar akoma në QKB. Nuk kemi ndaj detyrim ligjor tani, të themi të vërtetën. Kanë dalë shumë dokumente që thonë ka ndodhur. Nëse kjo është e vërtet, Top Channel-i zotrohet 100% nga një kompani në St. Kitts and Nevis. Duhet parë në dy këndvështrime. Duhet parë në këndvështrimin e vendit ku zotrohen këto aksione sot, edhe çfarë ndodh me Top Channel-in e me fitimin e Top Channel-it në Shqipëri. St. Kitts and Nevis është një vend që ka pas një historik shumë të zezë, le themi, apo problematik në këtë fashë, në fashën e tax havens dhe të parajsave fiskale. Është një vend që ka pas problematika me shkëmbimin e informacionit automatik dhe ka pas edhe probleme në trajtimin e country by country reporting, quhet, që një kompani në St. Kitts and Nevis të raportoj për të gjitha entitetet që kanë në përbot. Domethënë këto i mbledh thjesht si grup ai aty dhe raporton si grup dhe nuk i bën specifikimet që ku kanë këta investime, çfarë kompani zotrojnë e kështu me radhë. Kjo është një problematik shumë e madhe për OECD dhe për BE-n. Është një vend që nuk e di nëse mund ta quash parajsë fiskale, por është një vend që ka problematika dhe historikisht është quajtur parajsë fiskale. Sot nuk e ke në listën e zezë të BE-s, as të OECD, po është një vend që është grey listed, ka problematika. Çfarë ndodh në rastin e Top Channel-it? Nëse Top Channel zotrohet 100% nga një kompani me rezidencë taksative në St. Kitts and Nevis, do të thotë që 100% fitimeve mund të kalojnë në St. Kitts and Nevis dhe është komplet legale, sepse Top Channel i thotë, shiko, unë operoj në Shqipëri, kam kaq gazetar, kam kaq kamera, kam kaq makina, ky është lokacioni jonë, i bëjmë gjitha të ardhurat këtu, por unë nuk jam pronari vetes time. Pronari im është një vend tjetër dhe unë jam i detyruar t'ia kaloj pronarit gjitha parat, se ata janë aksionerë. Nëse aksioneri në këtë rast i kërkon t'i marrë gjitha fitimet si dividend, dhe kjo është më e përgjithshme, të gjitha parat kalojnë në St. Kitts and Nevis dhe Chelsea komplet është që St. Kitts and Nevis është British Overseas Territories, që do të thotë është influencë britanike. Shqipëria ka nënshkruar me Britaninë e Madhe një marrëveshje dypalshe për double tax, do me thënë që të evitosh taksimin e dyfisht të fitimeve apo ka shumë nene specifike, le të qëndrojmë te të ardhurat që bëhet në një nga këto dy vende. Do me thënë, nëse një kompani operon në të dyja shtetet, do taksohet vetëm në një vend, se nuk mund t'i taksosh të ardhurat e një kompanie që është në Shqipëri komplet dhe të shkojnë këto fitime dhe në Angli t'i taksosh prapë komplet. Këto u taksuan një herë do taksohen. Tani është bërë marrëveshja Double Tax Treaty UK Albania. Specifikisht për një kompani që zotron të paktën 25% aksioneve në Shqipëri apo anasjelltas, do taksohen dividendet në nivelin e 5%. Do me thënë çdo fitim që mund të bëj Top Channel-i në Shqipëri mund të kalojë në St. Kitts and Nevis dhe shteti shqiptar të mbledhë vetëm 5% taksa nga 15 që është aktualisht apo 23 që duan ta ndryshojnë.
Domethënë shteti shqiptar i çiç me çpash pasqyrën financiare të vitit të kaluar, Top Channel mund të mbasi nga 200-250.000 euro taksa që mund t'i mblidhte nga Top Channel. Ja do mbledhi shumë më pak. Kështu që ky është risku që një shtet merr, në këtë rast Shqipëria, mirë po gjithë kjo strukturë është një strukturë shumë e mirëfillt dhe shumë ligjore, nuk ka asnjë gjë jo ligjore këtu. Thjesht nuk është etike, po ne apo shtetet nuk bëjnë diskutime etike, ato bëjnë diskutime politike dhe këto janë marrëveshje që ndodhin shpesh. Të rastin laboratorik që sapo morën tani për shkak se është asoj tjetër gjë. Ideja është okay, do taksohet në deri në 5% në Shqipëri domethënë. Po atje ku vetë si nuk kanë taksa të mëdha, pse e kalon ata atje? Se normalisht do ketë taksa më të butë ai vend, nëse kalohet atje fitimi apo. Po jo vetëm ajo, atje mund t'i kesh edhe 0%, po ti s'ke aktivitet fare aty. Do me thënë ty të duhet aktivitet, të duen substance që quhet në taksim, të duen tavolina, kompjuter, njerëz e kështu me radhë që të kesh rezidencën taksative. Ata nuk e kanë në St. Kitts and Nevis, po ata janë pronar të çdo të ardhurë që bëhen në Shqipëri. Kështu që me këto marrëveshje dypalëshe apo multilaterale, fitimet në Shqipëri të kalojnë diku tjetër dhe në bazë të artikujve specifikisht që janë nënshkruar, edhe përqindja e taksave apo fiksa taksor janë specifikuar aty. Kështu që Shqipëria në këtë rast u mbet, duke qenë se Top Channel është, më duket, kanali më i madh shqiptar apo media më e madhe. Kështu që nuk e di. Mund të jetë. Gjithsesi kjo ishte pasqyra që pse mund t'i përdorin me disa parajsa fiskale apo edhe jo parajsa fiskale. Nëse ti e komplikon strukturën e një kompanie shumë dhe mund t'i jesh tax resident në disa vende ndryshme, ti fiton. Fiton si kompani sepse i bën çorb komplet o vendet, edhe përpiqesh që sa ti çosh tu, sa ti çosh atje, ti ke konsulent financiar apo ligjor që i njohin shumë mirë këto tax loopholes. Dhe në fund kompanit janë shumë shpesh që ndodh që të kenë një aggressive tax planning scheme, le ta quajmë. Domethënë merren specifikisht me këtë, kanë individ ligjor në kompanitë e tyre që vetëm bëjnë këto lloj struktura që ta ulin taksën. Ja më të aftë paguajnë atë lloj individ që sa e shtetit me një përfshirje. Po patjetër, shiko, ti ke Amazon, ke Google, ke Facebook, që kanë edhe aktualisht çështje ligjore me European Court of Justice, sepse i kanë përdor këto lloj skemash dhe kanë përdor lokacione si Irlanda, Hollanda, Luksemburgu dhe kanë paguar thuajse 0 taks në fund, që është e frikshme për këto lloj. Nuk e di për këtë kam dëgjuar, se për Amazonin, Nike, një shembull kam dëgjuar që Nike mund ta kesh dëgjuar, domethënë këtë pjesën që i shisnin franchise-in duket me €1 apo me $1 dhe pastaj kalonin gjithë fitimet andej taksoshëm. Mund ta kesh dëgjuar për Nike se Süddeutsche Zeitung ka shkruar shumë për Nike, se Nike është biznes shumë gjigant në Gjermani. Dhe ç'a ndodh? Kompani multinational siç është Nike, le të qëndrojmë te Nike-u, kanë zyra që drejtojnë në rajone të caktuar. Domethënë Northern America ka një zyrë që ka një headquarter të caktuar. European Market ka një headquarter të caktuar, Asia ka një headquarter të caktuar. Nike-u, European Market headquarter e ka në Luksemburg. Çdo fitim që bëhet në vendet e tjera kalon në Luksemburg, sepse ai thotë, shiko, unë me të vërtet jam një operational company në Berlin, ama të gjitha faturat që unë lëshohen nga një kompani që ne kemi, që është në Luksemburg. Domethënë çdo gjë që Nike shet, çdo faturë që lëshohet e Nike-ut në Europë, vjen nga Luksemburgu. Dhe çdo gjë tatohet fitimi, nuk flas TVSH se ti kur kalon në kufirin tjetër ke TVSH që shtohet, po të paktën për fitimin apo për të ardhurat e një kompanie, kryesisht zgjedhin një lokacion caktuar për një rajon ata dhe aty i bëjnë. Kështu që këto janë çështje etike pastaj që Nike-u të ketë biliona fitime në Gjermani dhe të paguaj shumë pak kontribut, se taks mund të them që edhe s'paguan fare.
paguan vetëm këto të punonjësve, paguan të vëshët e kështu me radhë, po mbi fitimin nuk paguan. Rastet më... Kjo është një si tip skeme që më që mbizotron për sa i përket korporatave të mëdha, sepse po, është nga ana politike është një çike vështirë, më ta gjesh se janë disa që do thoshë vërtet për shembull që ajo është një konstelacion aq i madh që ka kërkuar aq shumë punë, aq shumë vite për të ndërtuar, domethënë dhe mban aq shumë njerëz në punë, paguan sigurimet ose pjesërisht sigurimet e shumë njerëzve etj, saqë mbase do meritonte mos të paguante mbi fitim. Po kjo është ajo që doja që se mbaruam në fillim këtë pjesën taksimi individëve apo i korporatave. Korporatat japin shumë tepër kontribut direkt në shoqëri, që ke shumë akademik apo shumë politikan që shprehen që ne i taksojmë shumë lart korporatat, duhet i taksojmë më pak e kështu me radhë. Pikërisht për këtë që the ti, domethënë se korporatat punësojnë miliona njerëz kudo, ka një kontribut kaq shumë të madh, paktën në sistemin politik ku ne jetojmë sot, saqë edhe shtetet nuk punësojnë dot kaq shumë njerëz, dhe janë edhe më efikase, shërbejnë kudo, domethënë kanë shumë avantazhe tjera që me të vërtetë. Cili është qëndrimi jot te kjo plot? Qëndrimi im është që korporatat duhet kontribojnë me taksa, patjetër, por duhet më tepër se taksë në mënyrë direkte, duhet që të kenë një kontribut indirekt në shoqëri, jo detyrimisht financiar. Domethënë korporatat janë kaq shumë të mëdha sa mund të bëjnë dhe mund të japin mbrapsht komunitetit shumë gjëra, dhe jo detyrimisht bashkisë apo shtetit taks. Korporatat mund, çka ka nevojë komuniteti, le të pyesim, njerëz ato janë shumë të fuqishme. Flasim për këto Fortune 500 apo ku diun kompanitë më të mëdha, Nike për shembull. Nike është kaq gjigant kudo në botë, saqë një vend apo një lokacion ku këta mund të jenë, mund të thjesht kuptojnë çfarë nevoje ka komuniteti dhe t'ia japin mbrapsht. Domethënë një shkollë, një park, një sistem më të mirë energjetik. Ure shumë gjëra të ndryshme. Korporatat kanë fuqi të bëjnë këto, dhe kjo mund të jetë edhe se janë futur këto politikat, të paktën 5-6 vitet e fundit, corporate social responsibility, që kompanitë duhet të jenë socially responsible për çdo lloj gjëje që ndodh në komunitetin rreth e rrotull. Sustainability është një fushë shumë e gjerë që nga 2015 është fuqishëm për korporatat, sepse korporatat mund të kenë impakt në behavior të popullatës. Ke 17 goals apo targets të Sustainable Development Goals të Kombeve të Bashkuara që kompanitë janë shumë të dhëna për të patur një impakt në shoqëri sot. Domethënë jo gjithçka është thjesht financiare dhe kontribut financiar, po edhe mund të japë një impakt shumë të madh kudo në botë. Ky është qëndrimi im, që korporatat duhet taksohen, nuk duhet taksohen shumë lart, dhe këtu mund diskutojmë në sa është lart e sa është poshtë. Sot për sot ka një direktiv që e kanë marrë përsipër thuajse 90% e globit, paktën nga GDP-ja, nga ekonomia, që duhen të taksohen korporatat minimalisht 15%. Kjo është direktiva dhe ky është, le të themi, premtimi që është bërë. Dhe kjo do hyjë në fuqi vitin tjetër. Korporatat do të taksohen, flasim për korporatat me fitim grupi minimalisht 750 milion euro. Domethënë korporata shumë të mëdha, multinational groups. E di pse kam frikën nga kjo personalisht, domethënë, se po trajtojmë se në këto lloj temash për shembull unë jam normalisht një person më normal i mund, se nuk kam informacion të thellë. Unë i kam frikë këto kur gjithmonë flasim jo tax të rich, jo tax korporatat e tjera për të vetmin fakt sepse ajo lloj korporate në momentin e parë që do taksohet, do e përkthej në çfarë në rritje të çmimesh për produktin që shet ose për atë gjën që ajo sjell në treg, kështu që në fund fare ai individi i vogël do e paguaj. Ja të shpjegoj unë diçka. Jam pjesërisht dakord me ty. Jam dakord sepse normale çdo kosto që i shtohet kompanisë mund të na bjerë ne. Jo detyrimisht na bjerë ne, po mund të na bjerë. Pjesa tjetër është që korporatat me fillimin e globalizimit, po themi që nga vitet 80 që ka filluar fuqishëm, nuk paguajnë shumë taksa. Kanë gjetur këto jurisdiksionet parajsa fiskale që bëjnë offshore aty, i kalojnë gjitha të ardhurat diku
dhe bazën taksative e kanë nul komplet në rajonet ndryshme të botës dhe nuk paguajnë. Prandaj po bëhet kjo luftë. Lufta është e gjithë që mos t'i bësh erozion bazës taksative. Do me thënë është projekti Base Erosion and Profit Shifting, mos t'i kalosh ti këto profits të tua kudo pa u ndier, sepse ta lejon ligji, por ke një detyrim etik aty ku ti bën biznes dhe aty ku se ti përfiton nga infrastruktura e një vendi. Çdo korporat që është në Berlin përfiton nga rrugët e shtruara, përfiton nga interneti shtrir këto, përfiton nga uji, përfiton nga shërbimet e shtetit tjera, e kupton? Kështu që edhe ti duhet t'i japësh diçka mbrapsht, si gjithë ne që përfitojmë nga infrastruktura. Duke qenë se këto korporatat e mëdha kanë të paktën 40 vite që ku nuk futen, gjenë ca vrima ligjore që janë, po them, janë gjitha të ligjshme, i gjenë këto mundësit për ta ulur atë barën taksative dhe nuk paguajnë. Paguajnë shumë pak në fund. Dhe problematika u bë dhe më e madhe me digitalizimin e ekonomisë, se Netflix, Facebook e Google t'i ske ku i kap. Netflix në Gjermani ka më duket 5 milion përdorues. E shteti gjerman merr 0 taks nga Netflix, pse? Sepse sistemi aktual taksativ është shumë outdated, është i vjetër. Nuk e keti një nen apo një artikull aktual që të taksoj ekonominë digjitale, sepse aktualisht ne taksojmë ku ti ke prezencë fizike. Nëse ti ke një zyrë, ke një adresë, unë të konsideroj ty rezident taksativ. Nëse ti s'ke asnjë adresë në një vend, unë s'të taksoj tot. Ama ti shërbimin e ofron se je digital komplet. Ky është avantazhi i teknologjisë. Zhurma më e madhe është bërë me Netflix, po Facebook, Google e gjitha me radhë kanë përfituar gjithë këto vitet e fundit se nuk kanë pas prezencë fizike. Dhe kryesisht këto janë kompani amerikane. Janë thuajse të gjitha, ish në një tektuk europiane, këto të mëdha të teknologjisë janë amerikanë. Dhe Amerika ka pas punë të mirë me këto, se duke qenë se je tax resident në Amerikë, merr atë faturën. Profitin e ke global edhe taksën e ke aty. E paguan aty. Kështu që Europa ka humbur gjithmonë në këtë mes dhe prandaj po përpiqen të vënë një sistem që t'i përshtatet ekonomisë së sotme, që është digitalizuar pafund, dhe të kesh mundësi t'i taksosh këto kompani që s'kan prezencë fizike. Edhe në Amerikë, që ke sa shtete janë, 50-51 shtete amerikane, edhe aty ke sisteme të ndryshme taksative nga shteti në shtet. Edhe brenda Amerikës bëhet, le të themi, tax avoidance, jo tax evasion, bëhet një evitim i taksave, jo evazioni i taksave, bëhet një evitim sepse ke shumë të lehtë kalosh nga një shtet në tjetër ku ka më pak taks, edhe e hap aty headquarterin tënd, i kryen gjitha shërbimet kudo në Amerikë, por do e kesh tax residency në Wyoming apo në Delaware që janë famshme për taksat ulta. Kështu që korporatat ja kanë lëruar fen, kur themi, komplet shtetit, kanë qenë fituara gjithë këto vite, duhet vendos një minimum që ti mos ta çojnë në përmendje lëvizjen kudo korporatat, por një minimum duhet ta paguajnë. Është zgjedhja jote pastaj nëse mendon se trajtohesh keq në një vend që ti paguan 30% taksa, ama 15% shroguim duhet ta paguash. Kjo është marrëveshja që ne kemi dhe duam të sjellim në jetë që të paktën të jetë dyshemeja, 15. Nëse ti do të jesh një jurisdiksion atraktiv, mbaje 15. Liechtenstein është 12.5 sot. Duhet ta shtoj 15 për këto lloj korporatash që kanë fitimin 750 milionë euro plus. Kjo është, le të themi, një overview e sistemit taksativ të korporatave sot. Ka dëshirë ose ka një kështu commitment, domethënë, nga politika kështu botërore, le të themi, ose mund të marrësh edhe copa, po. Ka. Sa ko ishte Trumpi president, nuk u arrit asnjë marrëveshje sepse Trumpi tha, nëse ju doni një marrëveshje të tillë, ne kuptojmë që targeti juaj janë këto kompanitë të mëdha amerikane. Nëse ju e bëni, unë do e taksoj makinën gjermane më shumë, unë do e taksoj verën franceze më shumë, kështu që bëjeni po doni. Dhe Europa u trëm, se fillimisht doli Franca kështu, na duhet një sistem tjetër ande këtej.
dhe i ulën puplat me njerë pastaj, Gjermania me Francën, tani jo mos e do e shikojmë edhe njerë këtë punë. Kur erdhi Bideni, edhe Bideni, më fal, para se të shkojmë te Bideni, ti mund ta mbash mend që kur erdhi Trumpi si president, i uli taksat e biznesit. Se Trumpi është biznesmen, e di eficientën e ekonomisë, ore do t'i taksojnë bizneset, po jo me 30%, çojnë 21 thaj, dhe uli 21% për bizneset amerikane. Tani që vjen Bideni erdhi me një mision nën Tereza, kështu është parë Bideni në shumë vende ndryshme që hajde do e balancojmë ekonominë botërore, këto budalliqet e tyre, që e çojmë më keq botën. Po Bideni erdhi me një plan për të gjetur një farë konsensusi global, se duhet konsensus global. Nuk mund t'i lësh gjysmat e vendeve të arrijë një marrëveshje të tillë, gjysmat jo, se kompanitë do përdorin gjysmë tjetër. Kështu që për momentin janë 140 shtete të botës që kanë dhënë edhe okejin, edhe kanë rënë dakord që kjo të hyjë në fuqi vitin që vjen. Dhe siç e thash edhe më herët, këto 140 shtete janë mbi 90% e global GDP. Janë gjitha ekonomitë më të mëdha, çfarë duash mendo ti ke aty. Janë ca vende kryesisht afrikane që janë pjesë e marrëveshjes, që ato s'kanë një infrastrukturë që mund të ofrojnë diçka, apo ke ca vende tjera që s'kanë një qendër financiare të zhvilluar që mund të evitosh taksa e kështu me radhë. Shqipëria është pjesë e marrëveshjes, edhe pse nuk është ndonjë faktor i rëndësishëm, por Shqipëria kryesisht i kanë ndjekur këto politika ndërkombëtare dhe çfarë thoi Gjermania, çfarë thoi BE-a, çfarë thoi Amerika, ne jemi okay, ecim. Pa i kuptuar ndoshta edhe shumë, po kemi qenë okay.